Egli dhe Gjesti janë martuar sonte brenda shtëpisë së Big Brother VIP 4. Kurorëzimin e dashurisë së tyre e bëri moderatori i këtij reality show, Ledion Liço, ndërsa të ftuar ishin opinionistët Neda Balluku dhe Arber Hajdari dhe ish banorët e Big Brother VIP 4. Vëllai i madh kishte organizuar një dasmë dhe një ambient shumë të bukur, në tingujt e muzikës së Remzie dhe Nejat Osmanit. Jam shumë e emocionuar, po më plas zemra, po dridhem. Nuk e shoh si një dasmë simbolike Big Brotheri. Për mua është një finalizim i një sakrifice të madhe këtu brenda për të luftuar për këtë që unë ndjej edhe për të dashur t'u vërtetoj të gjithëve që kjo që ndjej nuk ka të bëjë me lojën e Big Brotherit nga aja deri te shëja. Ka qenë e papritur totalisht. Nuk kam qenë fare në dijeni që Gjesti e ka kërkuar këtë. Unë uroj vetëm mirë të jemi gjithmonë bashkë. Por sido që të shkoj puna, kjo do jetë një nga kujtimet e mia më të bukura, jo vetëm për këtu brenda, tha Egli. Shpresoj që s'kam me të lëndu më dhe kam me të ndenjt afër me mundësitë e mia të dua, tha Gjesti.